në një distancë prej 250 metrash kemi 11 gropa në atë që quhet Rruga e Krujës. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në qytetin e Krujës, jam pozicionuar aty ku fillon stadiumi i ekipit Kastrioti, dikur shumë i suksesshëm, tani është kthyer në një vend që hidhen në qend të rrugës dhe materialet inerte. Në fakt nuk është ky denoncimi për ditën e sotme, është denoncimi se sa gropa ka Rruga e Krujës rreth e qark stadiumit Krujës. Do vazhdojmë tani me gropën numër 1 dhe rreth e qark stadiumit do t'ju tregoj sa gropa ka. Gropa 1. Vazhdojmë dhe gropa 2. Tu kemi disa gropa, 1, 2, 3, por le t'i quajmë gropa 3. Jemi gjithmonë rreth e qark stadiumit. Kruja turistike, kruja që e fton turistat, qyteti i Skënderbeut. Është këtë lloj forme. Tu kemi rënjet rrugës, si të shikoni. Gropa 4 bashkë me këtë. Këtë që ka me makina, shikoj, sepse janë gropa. Pra, se ka si tjetër. Tu jemi të stadiumit, se të shikoni. Jemi pas porte. Për trotuarës bëhet fjalë, shikoj, ku s'ka as trotuarës. Tani do shkojmë tek këto. Alo. Po, këto janë patjetër. Tani këtu jemi te Kroj Ballafani. Vazhdojmë me cilësinë e rrugës si ka qenë këtu. Në fushat elektorale janë hedhur disa lopata me asfalt pas denoncimit që kanë bërë. Dhe këtu është pika më problematike e rrugës, pra siç e shikoni jemi te Kroj Ballafani. Kjo është gjendja e rrugës. Tani vazhdojmë në pjesën tjetër. Kjo është vazhdimi i rrugës Krujës, pra kruja turistike e vitit 2026. Ja, shikojmë. Tu s'ka as trotuar, por ka rënë dhe rruga, siç e shikoni. Këtu është gjendja e tubacioneve. Shikoj. Mund të çash gomën e makinës me lehtësinë më të madhe. Targa tuaja, gjitha nga Maqedonia, nga Anglia, nga Gjermania. Na jetë sigurisht këtë rrugë që nuk është vënë dorë fare. Pjasaritja e asfaltit kudo. Këto janë pjasaritjet e asfaltit. Pra, gjendje katastrofë. Ndërkohë do t'ju prezantoj me pikën fundore të rrugës, ku ka rënë dhe quhet thesa e fortë ndryshe. Kjo është pjesa e kalon makinës. Po ashtu këtu ka një deformim total të asfaltit. Pra, kjo është rruga ku kalon makina çdo ditë. Kjo është pra dashur miq kruja turistike. Prandaj thirrje, rregulloni rrugën e Krujës.